Bashkëshorti i Divi Shenajt nga i Gjormi ka 15 vjetë që ka ndëruar jetë, por kjo nuk është arsye e mjaftueshme që u sjellti Bashkisë së Selenisës, drejtuar nga Sokol Hodaj, të mos ta konsideroj debitor dhe t'i presuin Divis. Unë nuk kam ujtë vlla këtu, unë e kam lokal. Vajta 15 vjetë këtu që më ka dek burri, ata vime më kërkojnë para mua që kur ka qenë burri. Ku e di unë? Le të vend t'ja marrë në ati në varra, kështu u tash. E që ja merë në ati në varra atje. Unë 15 vjetë unë jam e rregullt me shtetin. Drita ujë, këtu në shtëpi, dhe pensionin tim. Nësë në qarë faj kam, që të më lënë pa ujë. Se s'kam, unë jam në shatare. Ju të shoq ka qenë debitor? Po jo, ne i paguajmë, kemi qenë të rregullt. Po s'ka patur libreza fare. As internet, s'ka patur as sistem. I mirë hidrauliku nuk e di kush ka qenë. Për atë s'kemi faj, aty që ka gjithë fshati. E unë fola se merdhen këtu ata, dhe u thash nuk u jap para unë për ato. Unë do jap këta 15 vjetë i kam të paguar. Në shi qarë faj kanë që më kërkojnë parat. Vajta dhe në Selenicë atje. Çfarë të thanë? Çfarë më thanë, pagova një muaj atje me që vajta, se unë i paguaj aty. Edhe erdha në shtëpi. Po biznesi është në emrin tuaj apo në emrin të bashkëshortit? Lokali, Po. duket se është nëmër të atje. Po faturat aktuale të lokalit paguhen në emër të bashkëshortit? Në emër të atje, në emër tim kam. Çfarë kërkoni konkretisht? Çfarë kërkoj të mbien ujë këtu, çfarë kërkoj, unë asë gjë, të më japën ujë. Kur i apresin Divisi me gjunot të tjerëve, thot Andrea Matatni, kryeplaku i fshatit Gjorm, djali Divis Adhurimi Shehaj, që jeton dhe punon në Angli, ka mbështetur financiarisht riparimin e një sëri institucionesh shtetërore këtu në fshat. Sipas kryeplakut Andrea Matatni, problemi i furnizimit me ujë të pishëm në Gjorm është i vjetër dhe i trashëguar. Gati 60% e fshatit furnizohet nga burimi i Boderit, por duke qenë se linja e Mesaplikut është prishur, nga linja e Gjormit furnizohet edhe Mesapliku. Kam një vërejtje për administratorin e ujësellësit zotin Sokol Hodaj. Ky është burimi i fshatit tonë, i vetmi burim që kemi. Ka vite që nuk është bërë as investim, roj i ka përcen mbi burimin. Këta duhet t'ja thonë, nuk kanë asnjë lloj përgjegjësie për këtë punë fare. Unë kam bërë ankesa si kryeplak disa herë, që të vinë këtu ta shikojmë, të bëjnë një devijim të përrojt, sepse ne po pim ujin e përrojt dhe nuk po pim ujin e burimit. Dhe të vinë të bëjnë një verifikim nga ata të mjedisit që ta shikojmë qa uj po pim, se ndoshta nuk është më i pishëm ky ujë. Nuk e kam vënë ujin zjarë fare, me justifikime nga më ndryshme, nuk vinë, po se ta siç po shikoni është bllokuar komplet. Tani koha është e thatë, po këtu kur bie shi, këtu ne pim ujin e përrojt. Ju keni pasur disa probleme me ujësjellsin kohët e fundit. Po, patjetër. Po, kemi patur për raportuar është dhe problemi i ndërprerjes së ujit për shkak se qytetarët nuk kanë paguar, nuk kanë bërë pagesa. Po këto vinë sepse këta kur ne bëjmë shumë ankesa, sepse këta s'janë rregull një në ratë parë, se kur bëjmë shumë ankesa këta lodhen, mërziten nga ankesa dhe qa bëjmë pastaj nxjerrën, shfletojnë arkivat e vjetra, ku dy nga i gjejnë dhe nxjerrën ca debito, je debitor, thot ti, përcaktojnë këta, këton, siç duan këta. Pra, debitor është i gjithë fshati Gjorm apo njerëz caktuar në fshatin Gjorm? Varet nga këta, gjithë fshati Gjorm është debitor i gjithë. Po këta pastaj caktojnë sipas dëshirave të tyre. Në këtë moment që ne po flasim, është ndërprer ujë në të gjithë fshatin apo kemi raste që ujë është ndërprer dhe raste kur nuk është ndërprer? Në këtë moment ujë ka ardhur mbas asaj protestës vogël që bëmë ne para disa kohësh, erdhi ujë thjesht 10 ditë dhe pastaj u ndërprer. Sasia e ujit se duket nuk ishte më. Ku e kanë çuar e din këta? Pati ndërprerje të vendeve të caktuara te një lokal te ajo zonja Divi Shenaj janë ndërprer ujin, duke i kërkuar lekët e burrit, ai ka 20 vjet që ka ndruar jetë. Ajo është zonjë nderuar, paguan, është e rregullt, korrekte dhe burri i saj nuk kam dyshim që nuk ka paguar. Do të thonë, edhe ai ka qenë pagues i rregullt, nuk e di nga i nxjerrin këta këto. I vetmi burim që është vetëm ky, furnizon një pjesë të fshatit. Kemi dhe fshatrat e tjera, është Mesapliku, po në një mbledhje të buxhetit që kemi bërë me kryetarin e bashkisë Nertil Bellaj. Ndërkohë problematika e menaxhimit të atij pak uji që vjen ka prishur dhe harmoninë sociale në fshat.
Sipas kryeplakut, administratori i ndërmarrjes Sokol Hodaj vendos në mënyrë arbitrare kujt t'i vi apo kujt t'i pritet ujë në fshat, duke shpallur debitor ata që do ai e duke privilegjuar të tjerë. Në rast se ka debitor, është i gjithë fshati debitor, por para se të kërkosh para dhe të shpallësh armiq, duhet të ofrosh shërbimin dhe furnizimin me ujë të pishëm, e kjo gjë nuk ndodh.